Kjo jam unë në vitin 1994, ndoshta, hera parë që vija në Tiranë, sepse tu jam në Tiranë të një konkurs Këngët e Tokës më duket, ose nuk më kujtoj saktësisht. Dhe kam qenë shumë smur, se kisha kollë këto sëmundjet e fëmijëve të kohës, të periudhës. Dhe prap nuk hoqa dorë nga konkursi, sepse isha shumë me lumtur dhe shumë e gëzuar dhe unë realisht nuk e kisha menduar ndonjëherë që do bësha këngëtare. Ti ke bërë piano? Unë kam studiuar piano prej moshës 6 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare. Pastaj konkurova për piano në akademi, por nuk fitova. Domethënë tipet kam dale para fundit, ndoshta. Kishim disa probleme aty brenda për brenda. Dhe ishte një nga arsyet për të cilat unë lash pianon. U mërzita shumë ekstremisht, shumë shita piano, nuk e preka piano për 10 vjet, gabim shumë i madh. Të gjitha. Ulesh tani në piano? Tani po, tani u bënja 10 vjet që jam rikthyer dhe një herë. I e rikthyer, si me thënë, jo domosdoshmërisht për të qenë një pianiste, por për të kënaqur me veten time, për të mos u ndier vetëm, domethënë, unë gjithë jetën time kam kaluar vetmin në sonjza të një fëmie duke luajtur në piano, kështu që kur u rita pastaj u shfazova pak nga kjo pjesë, po jam rikthyer edhe një herë tek dashuria ime e parë.